Kohës fundit keni qenë edhe pjesë e hakatonit të organizuar nga Komuna e Tetovës me disa fondacione të ndryshme. Keni zhvilluar një produkt asistenti digital për qytetarët, apo? Po. Mund na tregoni më shumë lidhje këtë produktin, si do ju shërbej qytetarëve? Për çka mund ta shfrytëzojnë qytetarët? Nga ajo që ne vetë kemi vështirësi në jetën tonë, domethënë kur shkojmë komunë, domethënë vetë me kolegët kur ulëm bisedojmë se çka mund të bëjmë për këtë hekaton, e pa domethënë se kur shkojmë komunë kemi probleme që nuk mund t'i gjejmë, domethënë komuna ka disa zyra, administrata është stër ngarkuar dhe nuk mundim t'i bënim punët tona t'i kryenim shumë më lehtë. Dhe e mendojmë, domethënë pasi AI-ja është ajo që sot ndikon në botën e teknologjisë, po edhe botën normale, reale. Domethënë e mendojmë që të bëjmë një chatbot që do të implementohet në webfaqen e komunës së Tetovës, por edhe si aplikacion nga komuna ose nga ndonjë institucion tjetër i komunës, që njerëzit aty do të mund me ndihmën e AI-s që të kupton edhe gjuhën letrare, por edhe gjuhët lokale që janë, por edhe gjuhët tjera përveç shqipes, maqedonisht, turqisht e gjithçka tjetër, që do të mund t'i marrin përgjigjet e pyetjeve tyre, domethënë. Kjo ishte ideja dhe para disa javë, domethënë u mbajt hekatoni, prezantuam, domethënë ishim njëri prej 4 fituesve dhe tani jemi në fazën e zhvillimit dhe të implementimit të aty aplikacioni.